po t'jemi gjallë sigurisht. Po t'jemi gjallë, i bie që ne të bëjmë prapë të një gjë. Ramsi 5 vetëm do ndryshoj, do bjerë ajo i atje. Te vëja do bjerë gjinisht do jetë Ramsi 5 si zogu i parë. Ja ka lënë zogut pastaj. Po, një sekond, ka Krazi ka kaluar. Tani ka kaluar. Jo. Do bëjmë një test të vogël, një ushtrim? Po e bëjmë. Do bëjmë një ushtrim me që jeni të dy historian. Gjinishi, ti ke pasion historinë të madh apo jo? Edhe pse nuk je në thelb historian. Po. Je më shumë teolog. Po. Po historinë e ke pasion të madh apo jo? Atjetër. Kapri e ka historinë, ka përshtypjen profesion. Apo jo Kapri? Mund ta themi? Nga pasioni e bëra profesion. Nga pasioni e bëra profesion. Unë do ju ftoj të dyve ta bëjmë të test. Qëllimi nuk është fakt që ne të rrim me orë të tëra këtu, se mund të mbanim 4 orë emision me këtë. Qëllimi është që unë të lexoj këto të dhëna që kam nxjerrë nga ky libër, që bëhet dërgoj në ekran. Është një historian me emrin Fejzi Lila, Leadershipi shqiptar, Shqipëria politike 1912-1989. Ku sigurisht ky ka renditur që nga Ismail Beu, Fanoli, Zogu dhe Enver Hoxha. Dakord? Sigurisht, ai s'mund të imagjinonte që do të fuset Rama këtu. Po ja që do e fusun sot. Ahmet Zogu dhe Edi Rama, të ndarë nga një shekull zonja zotërin të gjënë me vëmendje, por të bashkuar në stil qeverisës, mbështetjen ndërkombëtare dhe dominim absolut të pushtetit, të dy përfaqësojnë modelin e liderit stabilokrat. Një figurë e pranuar nga jashtë për hir të stabilitetit, e pa diskutueshme nga brenda për shkak të kontrollit total. Një karakteri personal. Zogu nuk ishte as profil dhe as prirje origjinale në bazën e vet. Ai erdhi nga një trashëgimi krajinariste, mentalitet orientalist, sjellje autoritariste me stil të përzier lindor. Kujdes, nuk kam duke bërë gjë tjetër veç se duke cituar autorin dhe librin në fjalë. Por sigurisht është bërë punë e madhe për ta krahasuar me Ramsin, kujdes. Kjo i lexova ishte faqen 179. Njësoj si Rama. Zogu për shumë kohë ishte pa vizione të qarta politike. Periudha 1920-1928 dëshmon intuit aftësi konjunkturale, mundësi kompromisesh të brendshme dhe të jashtme, por pa qartësi ideologjike. Këtë e kam për gjithë të mençur që na shohin tani në këto momente. Ndërkohë gjithë budallën që se kanë iden fare, të ikin të Florës e ndrojnë kanal, mos rini këtu, largoni. Të mençurit këtu me mua. Po kënaqeni, e di. Po vite ju. Gjatë gjithë karrierës ti politike ai nuk udhëhiqe nga ndonjë ideologji, por nga nevojat e momentit dhe kompromiset e brendshme. Kapri, telegrafikisht, je dakord si je dakord? Po, jo. Jam dakord. Je dakord. Gjinish? Pjesërisht. Pjesërisht. Në fund fare do ju lutem të bëni analizën, ë? Ka ca gjëra kështu, por në thelb. Do ta bëni tani? Në thelb është e drejtë. Në thelb është e drejtë. Shumë e saktë. Unë them ta bëjmë në fund, pra që dhe njerëzit informohen dhe pastaj në fund arritin mbani mend. Okej. Pra paqartësia ideologjike ishte kjo pak a shumë, qose ashtu, pika e parë. E dyta, pri sekond, ku jam që mos ngatrohem po. Zogu ishte autoritar me stil të përzier lindor. Jo pjesë e një elite politike perëndimore, por e mbështetur mbi kontroll dhe manipulim. Faqja 181. Ai dinte të luante rolin në shkallë kombëtare, ishte i aftë për të tërhequr njerëz dhe ndër të paktën shqiptar të aftë për të luajtur një rol në shkallë kombëtare. Zogu ishte gjithashtu demagog dhe manipulues i madh. Rama është versioni modern. Autoritar, dominues, strategjik, i kujdesshëm me aleatë ndërkombëtar dhe pa rival të brendshëm real. Po jo Kapri. 90% dakord. 90% dakord, është i madh Kapri, është serioz shumë. Gjinish? Gjithashtu. Gjithashtu. Bukur shumë. Do një emision ndryshe. Ky është. Memorizojnë në këto momente. Kapri, gjinish, kujdes, dëgjoni me vëmendje. Kapri, please. Kapri, c'est fini. Do e bën kënga sot. Ledjo ma gje këngën ta mbyllim me këngën e Kaprit, ose meriton që jemi mik. Kapri, c'est fini. Kapri mbaroi domethënë, u bë deputet, fitoi. Kapri, c'est fini. Është për ishullin Kapri në Itali, po Kapri ka dhe mbi emrin Heraldi, kështu që. Se la vie, se shkoi me rim fare. Kapri, c'est fini, bëj gati Ledjo. Kujdes. Stabilitet në këmbim të liberalizmit. Zogu i pranua nga jashtë, edhe Rama i preferua nga jashtë. Po. Po, Kapri? 90% po. Kujdes, Zogu u bë i domosdoshëm perëndimin për shkak të aftësisë për të garantuar rendin pas kaosit të Nolit. Ai një nga gjitha fuqitë e mëdha përveç Turqisë, këtu ndoshta dyshon me Ramën, se Rama është mirë me Erdoganin apo jo. Ndërtoi marrëdhënie me SBA-n, Italinë, Francën, Jugosllavinë.
mbretin në 28 u propozua nga italianët në mes në korikut 27 dhe u mirëprit nga të gjithë si lajm i mirë përveç Turqisë. Ai ishte i suksesshëm, efikas dhe ndërtoi administratë funksionale. Sot Rama shihet në mënyrë të ngjashme nga Bashkimi Evropian, SBA-ja dhe Italia si garantues stabiliteti në rajon dhe aleat i besueshëm. Liderët evropian e therasin Edi, shkurt, asnjëherë Edi Rama ose Zoti Rama. Edi, per, dhe gjithë Edi, je t'aime. Macroni për shembull bie lëshon nga lëng. Keni para Macroni kur takon Ramën apo jo? I fudhet çik dorë nga mbrapa. Edi, ça va? Ça va, mon ami Edi? Tu vas bien? Et alors, qu'est-ce qui se passe? Non, mais je suis content là pour ton résultat. Putain, bravo, tu as gagné pour la 4e fois. Putain, t'es fort, Edi. Mais comment tu fais? Po përktheja njerëzve çfarë thësh taku. Ka nevojë. Mos e jep formulë, mos e jep formulë. E bëra për ata që din frëngjisht. Ne përkthejmë ne. E bëra për ata që din frëngjisht. Dëgjon. Na thuaj edhe ne si i merr votat pak a shumë. Sot Edi Rama shihet në mënyrë po e thash, i therasin Edi, lavdërojnë si reformator, si garant i qetësisë, ashtu si Zogu, Rama përdor besimin ndërkombëtar si mbrojtje të legitimitetit të brendshëm. Kapri? 60% dakord. Pse? Sigurisht 60% ke detyrimin të thuash një fjali, 2 fjali. Pse 40% nuk je dakord me këtë që lexova? Po sepse mënyra si kanë ardhur pushtet ngjason me Zogun këtë që përmendëm. Po? Por përfundimi me Zogun është shkret i ndryshëm nga përfundimi me Ramën. Po përfundimi çfarë? Sepse Rama s'ka përfunduar akoma. Zogu realisht bëri reforma, bëri shtet, bëri një arritje. Po ky s'ka përfunduar, pas mund ta themi para kohë. Okej, po s'ka përfunduar atëherë, por unë nuk e shikoj këtë reformatorin, po mbështetjen ndërkombëtare ose investimin e tij të ndërkombëtarët e ka si garanci legitimiteti sa më shumë të mundet për mbajtje pushtetin këtu, po kurse si mund të ketë krahasim me Zogun për arritjen që pati Zogu për të themeluar. Megjithatë, ende nuk ka provuar ky. Ende nuk është provuar ky. Kjo ngelet analiza, unë them që s'ka për të arritur. Se ka akoma edhe 2 mandate minimumit, 5-6. Të se dim. Ti gjinisht lutem mos shpreha bise, ti di që fjalët e mia kanë dalë gjithmonë apo jo? Nuk jam dalin ndonjëherë për fat keq. Ti gjinisht je dakord me këtë? Ishte 60-40. Me ti i thënë Zogu reformator, Rama uzurpator, i aftë të manipuloj gjithë botën. Po këti Ramos ju hiqni çdo lloj kështu reforme që më të bën Shqipërinë këto 12 vjet. Ka si lloj reforme, nuk ka. Asnjë lloj. Po më dëgjoj, sepse nuk janë funksionale. Më fal, atëherë ka mos i them diçka. Ai ka bërë shumë tekste kështu reformiste. Ore, pak është bësh kulla në Tiranë, ke parë sa kulla ka bërë. S'është reformë. Reforma është gjë tjetër. Rama thjesht ka dhënë një visto, e dim. Rama është vizionari, po mos i Ramës do ishin bërë ato. Pastaj ato nuk bën pa frymën e Ramës, ti e di Duket shumë mirë. pikë si Panamaja, Çani. Shkon në Panama, gjysmët e kullave nuk kanë drita. Nuk banojnë njeri atje, nuk ka nevojë. Edhe në kohën e Zogut u bën objektet më të bukura në Tiranë, po i ndërtoi Italia. Ndërsa në kohën e Ramës, kullat e mëdha i ndërtojnë banda. Ky është ndryshim thelbësor. Dakor. Thelbësor këndosh. Pra ju thoni është e rëndësishme kush e bën veprën, jo veprën vetvete. Sigurisht, nuk është e rëndësishme vetëm ndërtohet. Vizioni për çfarë e bën. Dakor. Domethënë ky është vizioni Panamas, Dakor. Debati ishte i hapur. Mua bilen vjen keq se si Rama si ka mundësi që nuk u mbur asnjëherë gjatë fushatës me kullat. Po sheshko sa kulla kemi bërë. Çuditë vërtet. Po sepse e di ai që në thelb nuk mund të flasi për çështje të cilat kanë diskutim. Dakor. Kujdes, 3. Zotrinj, kërkoj vëmendjen tuaj maksimale, ju falenderoj. 3. Shtet liberal në letër, autoritar në praktik. Zogu e shpalli Shqipërinë Republikë Parlamentare në vitin 1900, një sekond, 1900, ka Verardin e dio, njëta që thot. Po ne kam për të dhënë kënaqësi, më shumë ty se gjinisht. Edhe me Zogun ishim monarki kushtetuese, trashëguar me parlamentin. Ti që je një fan si babar i kohës Zogut apo jo? Po. Më le të mbaroj se po kënaqë njerëzit shumë se më vjen me po shoh mesazhe që u çan. Pyeta. Zogu e shpalli Shqipërinë Republikë Parlamentare në 1925, por u bë president me kompetenca absolute. Ekzekutive. Okej, absolute, unë tani po citoj presidenti i Republikës, ishte edhe kryeministër. Komponenti parlamentar mbeti vetëm në letër, faqja 139, sipas autorit. Në enitet i statutit citonte se pushteti përmbarues, pra pushteti ekzekutiv, kapri, i përket vetëm kryetarit të Republikës, faqja 139. Zogu si presidenti i Republikës kishte kompetenca zgjeruara për ekzekutivin, por edhe për pushtetin legjislativ. Po kështu, Edi Rama, Ramsi 4, Leon 14 në Romë, Leoni 14 në Romë, Ramsi 4 në Tiranë, kujdes. Ushtron sot pushtet të plot, edhe pse Shqipëria është formalisht republikë parlamentare. Ai dhe disa prej ministrave të tij janë dhe deputet, ndryshe nga Kosova, e cila nuk e lejon pasi kjo gjë shkatron daljen e pushteteve. Jemi dakord? Identik.
Prit, ai kontrollon, Rama e kontrollon ekzekutivin, shumicën parlamentare dhe presidentin. Struktura kushtetuese është bosh. Funksioni real do të dorën e një njeriu të vetëm. Pikërisht. Kapri? Plotësisht dakord. Atëherë s'ka debat. Dakord. Dakord, vazhdojmë. Ku ti ka vajtë mendja për të, se shumë e bukur. Do ta them, po s'kam autorizim të reqin. Stafi i emisionit, stafi ngushti i emisionit. 4. Asfiksimi i opozitës, ligjërisht ose politikisht? Po. Shi si qesh Kapri. Po. Ore, po jetoni kone zogut parë. Po ju kthej 100 vjet para. Pyete më shumë se kaq s'mund të bëj për ju. Më thoni të paktën çani falenderit. Bashkë me Kapri me Gjinishin, po ju kthen në atë kohë. Po ndërkohë po ikin më të ardhmen. Ky ende s'ka bërë gjërat, do bëj gjëra më shumë se zogu. Këtë ma tha Kapri në fillim. Dëgjoni me vëmendje. 4. Jo, më thash diçka tjetër. Po e te kalon jetë gjatësi në pushtet me zogu. Të gjë, vogrishke. 4. Asfiksimi i opozitës ligjërisht ose politikisht. Zogu eliminoi pluralizmin politik me ligj. 2 pika. Prit, s'ka mbaruar. Nuk kishte asnjë hapësirë për një opozitë politike. Statusi themelor përjashtonte pluralizmin, ndërsa opozita unë poshtë dhe detyrua të heshtë. Faqja 145. Jo, formalisht mund të ndonte kushdo për deputet, po s'bësh askush nga opozita, kjo është thelbi. Ligji penal përmbante dëshkime për faje politike, për propagandë kundër regjimit dhe për atentate kundër shtetit. Faqja 142. Rama, Ramsi 4, Leon 14, Ramsi 4, nuk ka ndaluar partit, por i ka bërë politikisht të pavlefshme. Fragmentimi i PD-s, marginalizimi i opozitës parlamentare, kontrolli mbi mediat dhe përdorimi selektiv i drejtësisë. Rezultati është i njëjtë. Një pushtet i pakontestueshëm. Mund ta shtonte ky, unë jam duke bërë thjesht dhe ekonomist, po, se këtë pjesë mund ta shtonim ne në fakt, po. Jemi dakord tu? Plotësisht dakord. Gjinish? Të dy kanë eliminuar opozitën. 5. Se shikon se olar ka prit. Lere, mos shikoj më vonë se ti ikën vëmendje tani. Kishe vëmendje. Çka sa u bëre deputet, të lutem. Jo. Merri diçka e bukur në mendje tani. Sa jepi? A dalin ka shumë gjashmëri, a do ketë njëjtën fat se zogu. Po prit pa ta mbaroj unë dhe prandaj do lut të bësh analizën. Mos më dik tani surpriza, se dik do të thuash perla. Okej. Marrëdhënia me Serbin, Jugoslavin e zogut. Zogu pas Zogu pas dështimit të Nolit u kthye nga Beogradi me ndihmën e Jugoslavëve. Zogu erdhi nga Beogradi pas revolucionit qershorit. U rikthye me ndihmën e Jugosllavisë, faqja 131. Zogu bëri ndryshime në kufive rreth Shënaumit dhe Vermoshit në favor të Jugosllavisë, faqja 129. Më pas e prishi marrëdhënien dhe ju afrua Italisë, veçanërisht për të mbrojtur nga shantazhi territorial i Jugosllavëve, faqja 148. Edhe Rama ka kultivuar një lidhje të fortë me Aleksandar Vučićin përmes Ballkanit të hapur, ndryshimit kufive dhe e ka quajtur veriun e Kosovës No Man's Land. Toka e askujt. Shpesh në dëm të interesave të Kosovës. Pro, jo, abstenim? Pro, Gjinish? Po. Jeni të papari, falenderoj shumë që po ma ndiqni këtë lojë, se kjo është loja më inteligjente që po bëjmë. Qasja dhe shqiptarëve të Kosovës. Zogu nuk i përkrata aspiratët e shqiptarëve të Kosovës. Ai ishte kundër irredentizmit dhe tregonte mungesën entuziazmi për përfaqësuesit e Kosovës. Zogu mbi politikën dhe Komitetit të Kosovës, duke u shmangur komplikacionet me Greqinë dhe Jugosllavinë, faqja 125. Zogu nuk pajtohej me irredentizmin e tyre dhe kishte marrëdhënie të acaruara me përfaqësuesit e Kosovës, faqja 125. Jo totalisht e saktë. Jo totalisht e saktë, do ta them tani, Rama është kritikuar në mënyrë të ngjashme për ftohtësinë dhe qeverisë Kosovës dhe për në vlefsimin e kauzës së saj ndërkombëtare, si Zogu i parë dhe Ramsi i katërt e sheh Kosovën më shumë si pengesë për stabilitetin rajonal se sa si kauzë kombëtare. Kapri? Meriton një shpjegim të shkurtër. Jepi. Zogu detyrua të heqë mbështetjen ndaj irredentizmit të Kosovës për të ndërtuar shtetin këtu. Por në paktet e fsheta që bëri me Italinë, në rast të një plase të lufte ballkanike, Kosova duhet të bashkohej Shqipërisë. Gjinish? Është saktë. Zogu kishte problem me individ që merreshin me politikën Kosovë, cilët i cilësoi si irredentist, por nuk hoqi dorë nga aspirata kombëtare për të bashkuar Shqipërinë me Kosovë. Nuk hoqi dorë. E njëjta situatë ka qenë edhe me Greqinë. Dhe çik më gjatë, po. Po, me pak më komplikuar, po. Pika e 7, ku ngjasojnë këta të dy. Kompromis me burimet kombëtare për qëndrueshmëri. Zogu dha koncesione për pasuritë natyrore, naftë, miniera, banka, për siguruar stabilitet politik dhe mbështetje ndërkombëtare. Mbi koncesionin e Vajgurit,
APOC mori 200.000 hektar për shfrytëzim me presion nga SBA, Franca dhe Italia, faqe 130 e këtij libri që kam në dorë. Ahmet Zogu i shiti Shqipërisë drejtën e kërkimeve navbajtëse për 99 vjet. Faqe 137. Politika e depërtimit italian në Shqipëri me përparësi për pasuritë ekonomike, faqe 152. Ramsi 4, ndjek të njëjtën logjik me fushën e Patos Marinzës, portin e Durrësit, koncesionet në energji, si Tigrat 1 dhe 3, shërbimet publike, të gjitha për të garantuar rrjedhje investimesh dhe aleanca ndërkombëtare. Kapri? Nuk është plotësisht e saktë. Pse? Zogu kishte një detyrim që ekonominë ta vende në shërbim të italianëve, sa ashtu ishte realiteti diplomatik. Rama nuk e ka këtë, Rama ka dhënë portin, ka dhënë koncesionet për interesat e veta ekonomike. Jo për në një interes geostrategjik. Ishte geostrategjik. Duhet t'ia jepte Italisë, sepse Italia garantonte pavarësinë e Shqipërisë. Fuqitë e mëdha i dhanë akses Italisë në marrëdhënie me Shqipëri dhe ka i dallim shumë të madh. Italia e Zogut ndërtonte në Tiranë dhe ka ndërtuar gjithçka, Italia e Ramës ndërton kampe refugjatësh. Ky është diferenca. Dhe koncesionet që përmende nuk janë koncesione geostrategjike, si rezultat të një zgjedhje të madhe që kemi bërë, por për shkak të interesave direkt ekonomike, politike të ngushta të Ramës. Megjithatë sollën përfitime edhe për Shqipërinë. Po patjetër. Po pse Tigri 1 dhe 3 çfarë janë thjesht interesi i Ramës thotë? Absolutisht. Absolutisht. Ti e di se të kujt janë ato? Çani në dy pyetjet e fundit dikush se mund të ndryhë për diçka sot. Janë për lekjeve para Tigri 1 dhe Tigri 3 apo çfarë interesi geostrategjik? Po jo mos ka çfarë interesi geostrategjik kanë ato dy gjeneratorë? I duan amerikanët apo? S'është e vërtetë kjo. Urdhon? Po s'është e vërtetë kjo. Është legjendë urbane thotë? Legjendë urbane është. Po pse porti i Durrësit, se këto koncesionet e tjera kush i ka gëtuar? Ato dakor, pra po kjo e Tigrave. Po jo më fare, zero. Nuk janë amerikanë mbrapa. Zero fare. Gjenish, po ne kemi thënë që janë amerikanë mbrapa. Dëshojmë. Por mund të jetë një kompani amerikane ku diun se çfarë, por nuk ka ardhur si një lloj interesi geostrategjik. Ajo është bërë me suportin e madh të ambasadës amerikane të gjitha në port. Një pazari të momentit, s'ka të bëj fare. Pse në kohën e Zogut s'vej pazare, vetëm vend tani bëhen. Tash ishte tjetër situatë, ishte geostrategjike. Italia ishte i vetmi shtet që investonte në këtë vend. Me atë i donte britanikët Zogu, nuk i vinin ata. Çani, do vinë italianë. Atë pjesë që kërkon dhe që është e vërtet, ajo pjesë e Zogut, e cila e nxjerr korruptive marrëdhënien e Shqipërisë me Italinë, Rama në të pyetjet e fundit që na drejtove e ka kaluar Zogun. Këtë po mundohemi të themi. E ka kaluar. I gjambe e ka kaluar. I gjambe stërngjan po them. Stërngjan. Përfundimi, për t'ju lënë tani të bëni një analizë. Ahmet Zogu dhe Edi Rama janë dy reflektime të njëjtit tip udhëheqësi. Jo përfaqësues demokracisë liberale, por garant të rendit të brendshëm në këmbim të mbështetjes ndërkombëtare. Ata kanë përdorur kushtetutën, koncesionet, lidhje ndërkombëtare dhe marginalizimin e kundërshtarit për të ndërtuar një pushtet që nuk matet me ciklet zgjedhore, por me qëndrueshmëri në krye. Në fundit, nëse ta përkufizonim shkurt, Zogu ishte Rama në 1925, a Rama është Zogu në vitin 2025. Jo totalisht dakord. Tani flasoni pak. Jemi. Tani, si tipe udhëheqësi ngjasojnë, por ka ndryshim të madh me Zogun. Zogu, në sistemin e parë demokratik, në jetën parlamentare të 1920-s, i mundi të gjithë dhe me ndeshmëri. Ishte politikan i mizoti, ja doli vetë bëhet ministër, ja doli vetë bëhet kryeministër. Po Rama? Pa e caktuar i rregullat e lojës. Po Rama? Pastaj Zogu, duke u kthyer në një president autoritar, mbret autoritar, pushtetin e vet e përdori për të bërë një reformë të thellë, për ndërtuar një shtet shqiptar që kishin kaq shumë nevojë. Më fal, nuk e kuptova, po Rama si fitoi? Do dal aty. Ose po nuk thekte nuk kuptova. Do dal aty. Pra sfida e kohës së Zogut ishte të ndërtimi një shteti modern dhe ai e realizoi. Tani po të vim te Rama, pa ju shumë të mjetet se si erdhi. Sfida e Ramës është të krijojë një vend normal që të hyjë në Bashkimin Evropian. Rama sot ka fituar mandatin e 4 sepse qeverisë vendin më të korruptuar dhe më të varfër të Evropës. Nuk ka ndryshim të madh. Pra nëse sfida e Ramës është që të bëjë një vend normal që mund të ketë shansin të antarësohet në Bashkimin Evropian, kjo gjë nuk po ndodh. Pra, qëllimet e pushtetit për të ardhur në pushtet ngjasojnë si dy tipe udhëheqësish, por në qëllimin larg pamës, pa përdorur atë gjurmën e madhe në histori. Se në fund dikush do ta lejë një gjurmë, se nuk kemi vetëm vitet e gjata në pushtet, por në fund njerëzit do të mbajnë mend për një gjë. Pra Zogun mund ta akuzosh për shumë gjëra koncesione këtë. Zogun shqiptarët e admirojnë se thon krijoi shtetin e parë modern shqiptar, sepse ajo i duhet Shqipërisë. Çfarë do mbahet mend ky Ramsi i 4 që i thuati?
Unë i them Ramsi 4, ai është Ramsi 4. Është mandati 4, për t'irun shkurt është Ramsi 4. Sfida, pra, që janë pushtetet e Ramës është totalisht lartë me sfidën dhe nevojën që kanë shqiptarët sot. Për të pasur një vend normal. Po pse e votojnë kaq shumë atëherë? Nuk është çështja se votojnë. Rama ka krijuar të kontrollin tani. Është për gjitha ato sa folëm. Për gjitha sa folëm bashkë. Për gjitha sa folëm. Pra, ka krijuar një pushtet quasi absolut, që kontrollon ekonominë, që kontrollon mediat, që ka një situatë favorshme ndërkombëtare fatkesisht për momentin. Kontrollon dhe njerëzit e sulmon opozitën, të anonim, sulmon opozitën, përdor forcën aty ku duhet. Pra edhe ku duhet tregoj dhëmbët, futën në burg. Po pse Zogu nuk e bënte? E bënte pra dhe Zogu, nuk po them që se e bënte. Dhe në këto kushte që jemi sot, fatkesisht, ndoshta për një pjesë të madhe të shqiptarëve, është krijuar bindja se për të shpëtuar nga Ramsi, do na duhet të zbarkojnë anglo-amerikanët. Fatkesisht po them, më urojmë që ndryshojmë të qasë. Gjinish? Tani, analiza jote? Çështja është shumë Çani, që është e vërtetë që të dy tentuan paraqiten si liberal me një ndryshim shumë të madh. Zogu nuk ishte trashëgimni liberale, sepse ashtu ishte gjithë Shqipëria, por reformat që bëri Zogu ishin shumë liberale. Zogu ndërtoi shtetin shqiptar, ndërtoi institucionet, bëri ligjin civil, bëri kodin civil, kodin penal nga më të mirët. Imitoi Italinë, Francën, Zvicrën e kështu me radhë. Domethënë e krijoi. Ndërsa sigurisht që sjellja e tij politike ishte autoritare, nuk diskutohet. Por mos harro diçka. Zogu ishte monark legjitim. Ndërsa Rama nuk është monark. Dhe ky është diferencë shumë e madhe dhe unë prandaj të thash që ky ja ka kaluar Zogut në çkuptim, në atë pjesën e veseve të këqija. Ky është monark de facto thuat. Normal, se ky është sjell, ky pa qenë monark, shiko se si sillet. Zogu ishte monark dhe ishte i përmbajtur, për shembull, Deraldi përmendi mënyrën se si trajtonte opozitën. Po ishte vetëm një pjesë, pjesa tjetër nuk ishte kështu. Zogu mundohej gjithmonë ta joshte kundërshtarin. Për shembull, Zogu zori fare. Zogu bëri kompromis me Konicën që kishte një nga Ky është typ. Ky e eliminon më kundërshtarin. Ky e eliminon opozitën. E keni seriozisht? Po kështu ka ndodhur më. Si. Akoma do vazhdosh fajin e ka Berisha. I vodhi. Unë jam kundër atyre. I vodhi. Po mi vodhi pra. Dhe ti dhe Eraldi, ju një zgjedhje sa doni, nuk merrni dot 70 deputet me moral, sepse ai vjedh. Vetëm qofse nuk ja certifikon bota. Kaq është historia. Në kohën e Zogut ishin situatat që përmendi Eraldi, situatat rajonale, po edhe më tesër rajoni unë, që duhej legjitimuar Zogu. Megjithatë, të gjitha pjesa që kritikohet Zogu, në një farë mënyrë për kohën dhe për Shqipërinë e asaj kohe ishte deri diku e justifikuar. Ndërsa për sot, një të mitën e Zogut të bëjë një kryeministër shqiptar apo president shqiptar është krejtësisht e pa justifikueshme. Krejtësisht e pa justifikueshme Çani. Dakor. Zogu bëri marrëveshje dhe kritikumi i madh i Zogut, di shkaqen Konica, jashtë. Personaliteti i madh. E bëri ambasador. Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I ofroi. Noli që hodhi nga pushteti. E njëjta gjë, e kupton çfarë bote Zogu? Më ky me Berishën nuk ka bërë kodin elektoral 2008 Po çfarë thua më? Ndryshuan kodin prapë tani. Ulbasha nuk e mori e vulli qeveri. Po themi këtë gjë. Po jam një sekondë, ka joshë ky kundërshtari, pse nuk i mban me lekë ky thua ti? Ai nuk i joshi më. Edhe një herë, ai ndau pushtetin me opozita më e madhe sot. Ti thua nuk ka përfitime ekonomike. Kjo opozita më e madhe. Jo, po s'ka, ato pa i burgjyqen. Ato nuk bën përfitime ekonomike më. Ato ndan pushtet, Zogu ndau pushtetin me ata njerëz. Nuk i dha asnjë përfitim ekonomik. Nuk e ndau nga qefi. Sepse ky është dallimi që ndau nga qefi. Ky është dallimi që do ta them. Erald, vetëm një fjali. Ky është dallimi i madh Çani. Ai me tërë imazhin e tij autokrat, pavarësisht se u mundua deri në momentet e fundit. Zogun mbret tani apo Zogun para se bëhen mbret? Jo, për Zogun mbret flasim. Zogun mbret po flasim. Me tërë imazhin e autokratit dhe me tërë tendencën e tij për të shfaqur si liberal, dhe ai e bëri brenda mundësive të vete. Në qoftë se në atë kohë do etiketoj një njeri liberal në Shqipëri, në atë Shqipëri që ishte sigurisht që Zogu do ishte në atë listë. Po kishte dallim shumë të madh Çani. Qeveritarët dhe pushtetarët e Zogut ishin që të gjithë elitë. Po, ndërsa qeveritarët e Ramës i ketë gjithë, gjej një fjalë se unë nuk e gjej. Që të gjithë pa preshtim. Këto janë prapë gjëra të vogla që nuk ndryshojnë fjalë. Gjëra të vogla. Vendin nuk e bëjnë ti dhe këta elitë. Vendin e bëjnë elitat. Është ai pra që vendos. Vendin e bëjnë elitat. Është ai që vendos pra. Çani, të lutem tani se. Pushtet të madh pa kufizin ka pas edhe Napoleoni, po themi. Tani ideja është ti ke pushtetin dhe për çfarë përdor. Pra Zogu arriti të marrë pushtetin absolut dhe filloi të japi pushtet pasaj. Dhe filloi të kishte një vizion, do ndërtoi diçka, la një trashëgimi të madhe.
Rama çfarë trashëgimi po le? Ose a mund ta thotë dikush me pak Për fjalë? 11 vjet. Po çfarë Zogu 11 vjet. vizioni ka? Çfarë se pasaporta europiane, kjo as nuk ekziston pasaporta europiane. Sa e fort ka qenë pasaporta jonë kohë Zogut. Po, Sa e fort ishte monedha jonë kohën e Zogut. Ku jemi këto dy elementi? Po. Dy simbole ndaja. Po, për çfarë vizioni është sot? Pyetësh një shqiptar sot, ore ku po shkojmë neve? Po çfarë kemi një synim si shoqëri? Të bëjmë kulla pra. Okej, në rregull atë. Ja, edhe përgjigjen. Bëjmë kulla, atëherë jemi në një emergjencë kombëtare, pra duhet patjetër reagim, patjetër Ore dëgjoj. E patjetër në moment nuk ka për të qëndrim. arritur dhe po të doj ky, ky nuk do të nuk intereson të hyjë në ato. Ky thjesht do të hyjë. Ka te kaluar po themi, ne po themi ka te kaluar. Ka tjetër gjinish. Nuk do të hyjë në BE. Është retorike gjitha kjo, që ne duam të hyjë atje. Është fikse kund, nuk intereson asnjë në fakt autokrati të hyjë në një këtë drejt, po kërkon të legjitimoj veten në Jo se ata nuk e duan autokratin, po ta kenë brenda në klubin e tyre kanë vështirë, se ç'po heqin me Orbanin e me këto. Po. Jo se Orbani bën ndonjë të keq, Orbani është në drejtën e tij, e kupton? Janë ata më keq se Orbani. Pra, mund ta ndrojmë analizën. Problemi është ky vëlla, që e zën për një moment që ky e merr, por arsye tani që nuk po rrin të lodhemi sepse janë të shumta e s'kemi kohë. Nuk do të quhet arritje. Po do ta quaj arritje dhe do ta ndihmojnë në legitimitetin e vet, por ne besojmë që kjo nuk ka për të ndodhur. Por që se ndodh po. Nuk ndodh, pra nuk ndodh. Hapja e negociatave, me mbylljen e negociatave do të paktën 10 vjet, të jemi sinqert. Minimum. Është proces teknik, do kohë. Macroni tha do futet. Macroni tani po vdes politikisht për vetë atje. Makroni ka rënë para 2 vjetësh tash. Dhe e bukur është që Macroni 2027 nuk është më, e kupton? Edhe këtu premton të thoshë 2027. Ndoshta me bukur është që në Evropë në 2027 s'do ketë asnjë që ka qenë me Ramën, e kupton? Se Rama është në 4-5 lidat e Evropës që është në pushtet nga 2013 apo. E di nxorëm një foto dje në fakt, isha dje në